Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas reagimit të Eglit ndodhe papritura. Ish-banorja e shtëpisë së famshme Egli Tako, nga largimi i saj, ka bërë reagimin e parë në lidhje me situatën dhe gjestjen. Teksa ajo shprehet, mendohuni mirë para se të bëni një gruaje të qaj, sepse Zoti numëron lotët e saj. Ndjekësit u treguan të ashpër. Nga veprimi i saj, ndjekësit kanë kuptuar që ai reagim u bë kundër gjestit dhe se reagimet e tyre ishin nga më të rëndat. Në postimin e fundit, Egli i shkruan komente nga më të ndryshmet, duke e sharë dhe duke bërë shumë thënie të cilat janë të ulta për një femër. Duke parë këto komente, Egli e ka fshirë menjëherë postimin.